Përshëndetje miqtë e emisionit 05, shpresoj se jeni duke kaluar një vikend këndshëm edhe sonte si çdo tjetër po shoqëroheni me emisionin 05. Tashmë një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besneke, ata janë Mbas Market, Exo&Me, Studio Art Attach, Heps dhe Urban Style, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Tashmë në studion e emisionit 05 e kam një artist vërtet të veçantë. E them pas një mëdyshje, të gjithë ju që na ndeshni në të gjitha rrjetet tona sociale e keni por padyshim tashmë kohëve të fundit jashtëzakonisht thuajse në secilin video. Është fjala për Artir Gjikokaj. Artir, përshëndetje. Përshëndetje për ju, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që pranove ftesën e emisionin 05. Artir, e thash që kohëve të fundit ke qenë ndoshta personi që ke dalë në rrjetet tona sociale më shumti për arsye sepse je artisti i vetëm, mund të them që në secilin mbrëmje të maturës që e kemi vizituar, ke qenë ti prezent aty në secilin mbrëmje. Na trego fillimisht çfarë ndjenje për ty me i këndu deri më tani 8 shkollave të mesme. E para, meritat shkojnë ndamës, shkojnë edhe për juve, normalisht ju keni nda kohën edhe keni shpenzu kohë për me ardha aty, për me përcjell maturantët, për me përcjell në vazhdimsi se qysh po shkon mbrëmja dhe normalisht që suksesi është i ndamë, sa është sukses për mu, është edhe për juve, sa është falënderim për juve, është edhe për mu, që kemi gjetë një mirë kuptim dhe jemi mundu të paktën ato regjistrime, ato gjana t'i kem kujtim, t'ja u transmetojmë edhe dikujt që ka me ardhë në mbrëmje maturës, po edhe dikujt që ka kry mbrëmjen e maturës, edhe që të paktën ta bëjmë një punë të mirë, t'i kemi disa sekuenca të cilat nesër mas nesër mundën me na u dasht. Sikur mu, po ashtu edhe juve, une prej zemre po them këtu që duhet me falenderu ekipin e juj profesional, të t'jem shumë të mirë, të cilët vërtet kanë qenë shumë korrekt, shumë të mirë. E sa i përket sa është kënaqësi me ju gëndu, unë kam derën kënaqësinë, privilegjin e madh që kam marrë pjesë në pas them 80% të mbrëmjeve matura, ku vërtet keni qenë prezent edhe keni pa angazhimin tim të grupit tim Orient për Prishtinës, që jemi mundu të paktën me voni një angazhim mbi normal për arsye se që thojnë me tri shkon gjithçka. Edhe ata e jepshin atë vrullin e vetë trinis, na normalisht mas tyne do më thonë se zoni vetë shkon që ashtu kur ka rini. Edhe jemi mundu të paktën me kalu mbrëmje shumë të mirë, me ju këndu atyne me shpirtë e me zemër që kalojnë veçantë të mirë. Artir, po e shoh se je falënderues për gjithë bashkëpunëtorët, mirë po na trego për ty personalisht, so ka qenë e lodhshme, sepse thuaj se çdo natë ndoshta ju ke këndu. Edhe po besoj që në vazhdim prap do jesh, edhe do takohemi padyshim. Jemi në gjys, domethënë të mbrëmjeve të maturave, sepse tani në maj përfundojnë, në fund të majit përfundojnë mbrëmjet e maturave, pastaj janë semi-maturantët, klasë 9, domethënë që i kemi tash shumë vite, po e lodhshme normalisht që është. Është e lodhshme sa është e lodhshme është edhe përgjithësi, sepse secili e ka atë entuziazmin e vet, ka qef sa më mirë mi shku mbrëmja gjana. Normalisht na jemi staf profesional të cilët garantojmë për një punë cilën e marrim. Normalisht. Nuk është puna veç në mbrëmje matura, po është puna në çdo mbrëmje të fillu, marrë qoftë ditëlindje e vogël, qoftë synëtie, qoftë pagëzime, qoftë darseme, fejese, çka do që t'jetë, une ndihem i stërknaqen kur dikush e jep aprovimin, e jep tikun që une t'jem pjesë e atij ahengu. Edhe normalisht që është e lodhshme, po barazimit e fundi aty vjen i kënaqshëm kur ju e keni pa vetë, secili prej aty ne ka ardhur ka bë fotografi me mu, na ka falënderu edhe çaj është pjesa më e mira. E thash deri më tani kur po xhirohet ky emisionin 05 e ka ndjekur deri më tani 7 po të mbrëmje ku ti ke qenë prezant, edhe të them që secilën nej e ke koll realisht. Përgëzoj për këtë. Faleminderit shumë për vlerësimin. Çka më thon, u bon 20 vite. 20 vite karrierë. Unë normalisht kam dalë shumë i ri në skenë, 15 vjeçar.
tash i kam bëj 20 vjet të knu edhe normalisht që e kemi kriju një farë profesionalizmi ta quaj që ta marrim përgjegjësinë dhe ta kryjmë punën profesionalisht mirë. Tash muzika s'ka fund, se ka të mire, më të mire, do të ketë më të mire. Ajo nuk nalet kur, muzika është sporti vetëm që nuk përfundon kur. Kështu që për këto kushte, për momentin, jam një prej këngëtarëve ma on top që ka Kosova. Tu nis prej brave matura, tu nis prej dasma, tu nis prej eventeve të dimrit e sezonës paraverore që i kam në Shqipni, sepse unë punoj shumë edhe me resorte në pjesën e golemit Shqipni. I kam 4 deri në 5 ditë javës, domethënë blok non stop unë me grupin tim që jam në për resortet të cilat janë më të frekuentuar prej neve kosovarëve edhe prej krejt bote që vinë shqiptarë në Shqipni. Po ndihem mirë, lodha është normalisht është lodha e madhe, po është kënaqësi për mua që është tonë kjo punë. Po, e përmendë disa herë anën profesionale, edhe nuk dyshoj me kemi pa realisht se edhe e keni shfaqur ato mirë, po çka mendon? Çka i bëri të gjithë maturantët që ta përzgjedhin pikërisht Artir Xhikukaj? Sepse e dim që në mbrëmjet maturës ndoshta përmenden ose sillen çdo herë 2-3 emra të artistave. Mirë, po çka mendon ti që i shtyu drejt teje që me të përzgjedh ty? Unë kam shku dhe kam këndu kur kanë mbajt shumica prej tyne kur kanë mbajt ekskursionet që i kanë mbajt para mature, unë kam me ekipin tim kam shku edhe ju kam këndu me zemër pas një interes. Edhe mendoj që aty e kam pasat shkëndijën e parë, dhe më thonë që kam dasht unë t'ju këndoj prapë, sepse i kanë mbajt në Shqipëri. Po. Edhe kam shfrytzuar rastin, kam shku, kam këndu edhe një raport jashtëzakonisht i mirë, tu fillu prej stafit, profesorëve, drejtorave, edhe une nuk kam këshyrë shumë përfitime këtu, sepse janë nxënës, janë studentë, kanë shpenzimet e veta, ju e dini mirë si funksionon kjo punë, jo vetëm unë, po të gjithë këngëtarët, tu fillu prej breza më të vjetër, deri te më i riu, ndoshta edhe më të ri se unë, e tin paka shumë mënyrën se sa i duhet një maturanti me shpenzue këto. Na kemi këshyrë me e ba një punë të mirë, një punë që ja u leton edhe atyne, se nuk është e drejtë, nuk është ferë me kërku çmim të madh për arsye se jemi me kushte, na e dim Kosovë, që kemi me tregu. Po, mendoj që puna e grupit tim, korekcia ime, puna e pandalshme që e kanë bëha ata djemët e mbrëma pa, edhe une këtu kur ka ora të këndu, e ka pru një rezultat që kur ka ardhë puna të 3 emra, 4 emra, 5 emra, sa do që kanë qenë, se nuk e di saktë se cili ka pas të drejtën e vetë me grupin e tij ta çon ofertën edhe normalisht oferta më e mira fiton. Normalisht. Po nga i herë mundet edhe kualiteti fiks. Nuk do të thotë që ke qenë oferta më e mirë. S'ka problem aty. Normalisht. Po për artistin më të mirë e them asnjë më dyshje që ke qenë. Jo, faleminderit. Edhe për këto po besoj që ke qenë i përzgjedhur në secilën mbrëmje. Faleminderit shumë. Unë edhe ndasma për shembull tash po mri i kam kënu për shembull, po supozoj ty kam mri me i kënu për syneti, po supozoj edhe djalit, mandej edhe për fejes, vërtet u bën këtë gjë brenda një familje, brenda një familje po. 3 gjenerata. Që kjo është suksesi jam që unë ndihem i lumtur me veten edhe derisa jam prezant në skenë, edhe derisa Zoti don që unë ta kem zonën, sa më dhona edhe ai. I lutem Zotit për shëndet mas pari, e derisa unë të jam në skenë me këtë shëndet, me këtë zonë që e gëzoj. Kam me u mundu që sparit jem vërrejt, pastaj t'ja jep hakun secilit event që njerëzit e më thinin. Pavarësisht a janë semi-maturant, a janë maturant, a janë çka do që tjetë, unë jam 100% shëntem sepse kam kohën çashtu. Ashtu. Artir e the që do jesh edhe në disa mbrëmjet maturës. A mund na zbulosh ku do jesh prezant edhe çka ju premton atyre nxënësve të atyre shkollave? Nga emisioni 05. Pa tjetër që po, okej, tani në datë 23, do t'jem në Prishtinë,
në Obiliq, ku Obiliq, do të mba, do më thonë, gjimnazia dhe shkolla e kanë, do më thonë, të Obiliq, ato janë 2 shkolla. 2 shkolla? Po, të cilat është viti i tretë që ma besojnë punën. Që ju këndon, po. Që ju këndoj edhe, thonë drejtën, me 20 sekunda punë më kanë thirrë, mi marrë vesh edhe Ka qenë shumë e lehtë, ka qenë shumë e bashkëpunimi. lehtë për arsye se e din mënyrën qysh shkon, e din qysh organizojnë edhe nuk ka pas ndoshta nevojë absolut as kanë çuar fert as kurrë se e din. Kështu që me datë 23 qysh keni qenë atje. Edhe kur të vini ju vini me kom të marr. Patjetër çdo herë. I merr këta kreta, djem këta stafin se i kit mirë. Me kënaqësi më të madhe. Meritat nuk muj me i marr. Veç unë edhe ti. Normalisht. Unë edhe ti jem përpara. Fiks. Këtu, po prezentojmë, po folim, po... Pjesa kryesore në mbrapa, Pa realisht. bashkëpunëtor. I nderuar, do të me ditë që duhet me u respektu muzikanti, duhet me u respektu ai zotnia që i vënën kablat aty në Zërem, e duhet me u respektu ai që i fshin aty krejt sepse suksesi ndahet, nuk mundesh me bëu kur gjoti vet. Normalisht. Kur E shfrytëzoj rastin edhe nga këto të falenderoj gjithë ekipin e emisionin 05. pa bravo. Pa bravo. Arter, çka mendon? Sa jemi falendërues pasi hyrëm te kjo pjesë, se jo çdo herë përmenden ndoshta kamermanat, montazherat ose tek jo zërimi për shembull. Shko, tash po flas për veten tem. Ti e ke pas se ke qenë me ekipin tënë, ke qenë në tavolinën time ku Po, unë kam. fiks. Nuk besoj që ke mujt me vrejt cili është këngëtari, apo cili është simti, e cili është ai zërimit, ajo kjo. Gjithë Na njësoj. jemi gjithë barabart, jemi njerëz para Zotit e para punës, sepse me unë ngrit është kogja problem. Shumë s'po flas, po e kam standardin që të paktën me e dhonë një urë, ose me thonë qashto, se që është në jetën tem nuk ka ndodhë, as kur kam qenë i ri, pas tash i kam 20 vite në skenë, ma shumë i respektoj une, ata djemë që i vendosin zërimin, ata djemë që i bojnë kablet, ata djemë që merren me soundin, orkestrën e kretë, se sa që lypi me më respektu. Pse? Kur jenë në maje do të me ditë që shkon të poshtë. Ashtu. Edhe një ditë për ditëve kërkush nuk ka me të ri, kërkush nuk ka me Normalisht. on top gjithmonë, ka pas këngëtare që kanë qenë super të kërkuar, sot Po që koha. koha i shkel, edhe gradualisht me kohën do të me pa edhe vetë, edhe gjenerata e vjetër e këngëtarëve, duhet me dhënë më shumë për parësi gjeneratës re. Ti ke qenë, ju keni qenë prezent, unë në shkollën e muzikës Brengja Kova, kur ju kam nuk kanë qenë 4 shkolla, 5 shkolla, i kam thirrë me mikrofon, ju kam thënë kush është këngëtar i ri që mendon që mundet me kënu. Ashtu, këtu desha ty ja dhon. Hajde ordëni, pse s'del me kënu, që edhe mu dikush ma ka dhënë mikrofonin. Edhe jam falenderues edhe i përmeni këtu, nuk e kam problem. Po kupton, ideja që dikush të lëndon, dikush të thënë të riun duhet me përkra, duhet mi thonë po, duhet mi thonë po edhe me i ndihmu vërtet me zemër dhe me ia dhënë mundësinë, sepse atë mundësinë është aty ja jep për herë të parë. Një sekond duhet heqje për shkak të emisionit edhe ai e vazhdon e mund me qenë super i suksesshëm. Fiks. Nuk kemi nevojë me qenë naiv, edhe me qenë veç për veten. Duhet mi ia dhënë mundësinë dikujt. Unë i mojnë men njerëzit që ma kanë dhënë mundësinë, unë i mojnë men njerëzit që nuk ma kanë dhënë mundësinë. Do më thonë, dy antë. Shumë drejt. E ke problem, ndoshta me cek, kush të ka përkra? Po unë, absolut. Hale, na trego. Unë absolut. Janë emra të njohur? Po, janë emra të njohur të cilët. Na trego. Jo disa. Unë që po e them një, që me që u lidhem me mbramet e maturave. Në rregull. Në mbramet e maturave që u lidhem, vitin 2008, nëse s'gaboj. 2008, po. 2007-2008 që aty dikon unë e kam përfundu se me maturën. Edhe shokët e mi kanë pas qef se unë e me iknu 2-3 kangë, sepse unë e kam fillu qysh i ri, qysh i vogël në për programe festive, në për këto, edhe të na ka knu me gjithë respektin ikona Xeni, ka knu me Zën Eldoli në orkestrën Bugjovi, për të cilët unë sot gëzoj respekt madh. Krejt është në rregull, po në kohën kur unë kam qenë, nuk e ka bërë të njëjtën gjë që unë e kam bërë me e thirrë zotnin, mi thonë, hajde këtu këna, kush kënan?
Më thonë, unë e kam kërku me kënu, e ka thonë, nuk ka mundësi me kënu, nështë ta ma dhonë dikur të vjerani, nështë ta s'dvjen heq. Edhe, mirë, bëllë më këthy. Shoshnia jam ka insistu. Shoshnia e shkollës, shoshnia e klasës, edhe kanë shku dhe kanë bëhat shumë presion që unë e kam dalë kam kënu. Ma mirë kishte me qenë, se sot unë jam 20 vite në s'kinë. Ma mirë kishte me qenë, me ma pasdonë mikrofona e mu, ose me më thirë mu, që shumë kanë thirë dame atje, tash të tregoj. Me thonë, po, pse, për arsye se, Xeni do t'jetë, ashtë, dhe ka me që, sa t'jetën Xeni ashtë i kohën. Une nuk e kam problem, po ja kam zabër të madhe një diçka që une atëherë jam lëndu dhe une nuk e bi asë njëherë njetën time, po nëse një këngëtar njëherë njetë, të vjen në këtë emision. Edhe të thëtë që, Artir Gjikokaj nuk ma ka dhonë mundësin me kënu, une personalisht ka me dalë në rjetës gjë, ka me dhonë së kënej ma. Se unë e di çka është me të thyë dikush. Unë e di çka është me hec në për xhema, me hec në për therra, me hec rruga drejt suksesit është e zërshme. Jashtëzakonisht. Shumë e zërshme. Me qenë ashtu, krejt ishin konë suksesshëm edhe ditën e mirë. Njerëzit punojnë shumë në terr për me dalë një grim dritë. Fak. Ja unë i kam 20 vite që punojnë terr për me dalë në dritë tash me shiu. Ashtu. E përmendet Xenin. Po. Na trego edhe që nuk të ka leju, realisht nuk të ka jep mundësi, ndoshta që ti me u promovu aty edhe që po besoj të këndosh atë ku krahë Xenit kishte me ndimu ty shumë pavarësisht që si një djalë i ri. Mirë po, qyshe e morën ndoshta vullnetin që me vazhdu mos me undal, pavarësisht që një artist i Xeni po të thot shkollu atje se ndoshta bjen rani, ndoshta s'vjen, po ti prap insistuve tish është një jote ke dol ke këndu, po edhe nuk je ndol, pas asaj edhe je deri këtu tani. Unë e arsyetoj ato sepse nështë me këthy në kohën kur kam qenë, une veprimet tona si fëmijë të semi maturantëve, supozoj edhe gjithmonë i them veti që nështë s'ka pas fa i kemi shku në Irani, ta zote, di qa u bo aty, i kemi tentu, i kemi shku në atë farë mënyrë që edhe kamera, ai është këngëtar, është njeri që jetë me gjatë, me emocione dhe normalisht ka pas në vjetaj në skenë dhe s'ka darë vloj, e ka pas një moment keq, supozoj. Në rregull. Edhe arsyetojnë atë farë pike. Po, njerëzit të cilët nuk ma kanë dhonë mundësin, edhe nuk ma japin mundësin, mu vishën bëjnë fort. A ma bëjnë shumë fort. Kur them shumë fort atëherë, jam lëndu, e kam thonë pse bre burë, po qa këmone, që s'po ma jabë, qka është problemi? Tash nuk thëmë ashtu. Se skena muzikës është krejt, që me thonë, krejt kush po mundet. Do më thonë është, nështë një prej sporteve të shtashti që një prej profesioneve që vërtet nëse si karakteri fort, vërtet një është keqë, njerëzit bëjnë më një keqë. Ashtu. Unë nuk e kam atë pjesë sepse unë nuk besam të Zotit, nuk merrna me ta hiç. Me absolut me asnjë këngëtar të skenës popullore, krejt i respektoj, krejt më respektojnë, respekt për gjithë punofshin, inshallah don Zoti kanë shëndet, sepse të gjithë punojnë tek e fundit për me majt familjet e tyre. Po, as nuk kërkoj ndihmë kërkujt. Ete une e kanë derën hap sepse i thras edhe i kanë thirr edhe jo veç shkollës muzikës, po more kush do që ka qenë. Edhe të shkollave tjera. Nëse me ndonë që ka talent. Apo me ndonë ti që mund është po. Amlen, o ta ka dhonë Zoti zanin edhe une nuk jam kërkushin me ta nalë ty të drejtën për me knu. Jam për me të përkra. Nëse mund është me jesë për para, Zotit një moftë dhe s'ki qka. Se ka posa si që më kanë një mu dhe jem një mirë. Na trego tash më këta emra, kush janë ata që ndoshta të kanë përkra? Tash. Në fillimet e tua? Shika, në fillimet e... Me fillime nuk të përkra kërkush, sepse je i ri edhe normalisht du të me pas një farë standarti. Dikun 7-10 vjetë shkojnë vesh përvoj që ti këna në për pabe, në për klape, në për shëshni, në për tavolin, me zëre, me pas zëre, me qysh dhe që të bëhet. Po, une, për me bo muzikë, me një këngëtar, për shamë që ka qenë në orkestë profesionale, në fillimet e mija, shumë i ri, më ka përkra, jaran jam që dhe sot e kam shok, mik shpije, Nasër Maqedonci,
Cilën e përshëndesi. Një ndimes shumë të madhe ma ka dhënë, sepse unë kam punu me grupin e tij. Kam shku dhe dasmë, kam pa paka shumë rregullin se çka bëhet tek bëhet. Si funksionon E kam pyet, i kam thonë a bën çështo, a bën çështo. Më ka drejtu, vërtet më ka drejtu mirë. Ka qenë i hapur për çdo. Po. Para 2 viteve, 3 viteve, nëse s'gaboj, kam qenë me një koncert të Labinot Tahirit. Në rregull. Edhe kam qenë me publik. Ju s'kam qa mi u thonë se publikun e labit ju e lini. Edhe dini që fa influencë ka edhe. Për atë arsye është që është kush është, edhe e ka zemrën që e ka dhe edhe jep Zoti. Kam qenë publik edhe më ka bo me dorë, unë kam qenë me shoqërinë tënde. Më ka bo me dorë. Edhe kam shku. Edhe veç më ka ka për dorë, hop edhe më ka qinë. Labinot Tahiri. Një prej ndihmave më të mëdha, një prej respektit më të madh që më ka bën. Artisti i Prezajas. Artisti Labinot Tahiri, edhe nuk më ka dhënë veç mikrofonin me dalë aty, por ka dalë ka këndu me mua dhe unë e kam në Instagramin tim ku e kam falenderu dhe e kam publiku videon ku kam kënu me të 1-2 këngë nëse s'gaboj. Ashtu. Do me thonë, pa i thonë kërkush kur gjo, pa u marrë me asnjë punë tjetër për post, veç më ka pa dhe më ka bo me dorë, hajde, sa të këndoj, e sa të jam gjallë, nështë për të është gjest i vogël, për mu është gjest i madh. Ashtu. Nështë atëherë kam pas nevojë, supozoj, hajde, sa të s'kam, po gjithmonë kam e qenë falenderus, kam e qenë mirënjohës për gjestin që e ka bërë. Do me thonë, Artir Gjikokaj ka 2 histori të ndryshme me 2 artista jashtëzakonisht mëdhenj. Kam këndu edhe mundësi në për emisione, ku mu ka dhënë rastin me shumë këngëtarë të mëdhenj me këndu. Se unë edhe me gjeneratën që kam këndu edhe me Danin për shembull. Është që zotinja prej tavoline, live mi kanë të këndu me një emision këtu, Kosovë, janë i qizimit janë gjanë. Ma ka dhonë mikrofonin e ti. Dhe kam këndu me të. është privilegj. Nëse në skenë, supozoj qëtë Naseri, qëtë Labinot Tahiri, qëtë Ramadan Krasniqi, cilin unë e kam pas idolo dhe e kam. Ashtu. Është ndihmesë, është respekt. Sepse unë e kur e kam pa të këndu, e kam pa, kënej ke hitet e veta, e u quzët një jam ata mikrofon. Pra po thëmë, 3 emra i kam, se ka shumë prej tyne, po, okej, kemi rastis. Naseri dhe Lobi kanë që të kam përkra? Naseri ka përkra shumë. Dzeni? Naseri ka përkra shumë. Fillimet e mija, kur kam fillu prej me kënu, dhe më thonë Naserin, une kam shku, kam dëgju, po. Edhe më kam orë. Edhe në shpinë e vetë, sot e kam mik shpije, kam jaran vërtet shumë mirë, ri, hopi me të. Po. Labinot Tahiri më ka ra me u taku 2-3 herë, për mu, është një prej këngëtarëve më të mirë që ka Kosova, Ashtu. po e di edhe e besoj që është një super artist, është super djalë. Njëjtë e vlerësojmë edhe ne. Aje ka tregu vetën e vetë, dhe jo veç muzikë, edhe shumë forma tjera, po, unë e fola vetëm për vetën tem. Po. Tash me u kthy krejt në këtë origjinën këtu, edhe në fillimin e muhabetit është, duhesh me qenë shumë i hapur. Duhesh me qenë shumë i hapur, sepse jeta është e gjatë. Normalisht. Suksesi nuk është në dorën tënde. Puna është në dorën tënde, suksesin e bjen puna jote edhe Zoti madh. Çdo herë. Mundesh me u çmen, me u tranu krejt, me u quë, me u sill në kry, po nëse nuk e ki për me punën që jetë e bu. Edhe nëse nuk do në Zotin, rregull. Ka të ke? E ki ka të burë, se s'mundesh me bukur gjë. Te une ekziston më mirë fjala e mirë, me pas mirë me kolegë,
Mi respektu, mi nderu të gjithë dhe mos me e thy kërkon si të mos gjeneratën e re. Ashtu. Mos e the. Jepja mundësin, a din, a nuk din ai, a mundet, E vlerëson tjetër kush. E vlerëson tjetër kush. Normalisht. Po te une nuk ka. Emilia, po më pëlqen që je karakter i tillë realisht që edhe nuk harron kush ka përkrah, kush jo, ndaj tyre je falenderues, ndërsa ndaj atyre që nuk ta përkrah, e thaj edhe vetë që të bojnë çdo herë më të fortë. Valla e vesh më të fortë më bojnë, unë e prap gjithë të këngëtarë s'kemi pas qare pa i ndëgju, sepse kanë qenë. Po. Xeni ka qenë, është gjenerat normalisht Po, s'kemi pas artista të tjerë ndoshta që shko sot. Xeni është gjenerat më e vjetër, normalisht. Dani është ikonë, është gjenerat e vjetër. Po. Tash mund ka ra me se cilin, mund ka ra me u taku përshana me afrimin, shkur të gash. Në to mos t'i përmeni tash me hy me emra, sepse kemi shumë kohë që punojmë, a po ideja është që te brezi. Një përkroje. Te brezi ri du të në pas kujdes, me e përkroje. A përdin se shkon kështu. Sepse e the, ti nuk je ndalë mirë, po ndoshta ka prej atyre që nuk e përjetojnë mirë, ato nuk e pranon edhe e ndalë aty, ndërsa realisht nën kupton që e ke shu një artist. Po, nëse nuk e jep mundësin, ka mundësi që talenti me unë i kesh, me u zbrapës edhe si jenë masaj punë. Ashtu. Arter, e di që je shumë i angazhum edhe me dasma në sezonin veror. Na trego ku je më shumë prezent edhe pastaj na trego a kemi diçka të re, ndonjë projekt, solo projekt apo edhe bashkëpunim për verën 2025 nga Arter Gjikokaj? Vera si çdo verë tjetër, e para angazhimet janë shumë mëdha. Dash Zotit kem shnetet, t'ju dalim mban aty në fjalëve që kemi dhënë aty në premtimeve, qysh kemi bën deri sot. Në këtë pjesë, padyshim du me falenderu edhe gurbeqartë, të cilët vërtet pata është problematike me funksionu në atë aspektin e dasmave, sepse 80% i realizojnë ata. Kështu që i paqim gjithmonë na ato kontrata, ato fjalë, ato premtime që i kemi dhënë, milionet sa më karshi njerëzve me përgjësin më të madhe të mundshme, sepse dasma për mua është e shejtë. Njerëzit që zgjedhin natën e tyne më të veçantën. Më thonë është privilegj i madh dhe deri sot e kam marrë me emocion shumë të madh dhe sado që kalojnë vitet, nuk është që ndjeket trema, po është emocioni njëjtë dhe hala shtohet emocioni. Kështu që jo veç për veti, po për gjithë njerëzit e industrisë muzikës edhe përgjithësi hotelerive, inshallah kanë shumë punë të mbarë, kanë sukses sepse na pret një verë shumë e gjatë. Sa i përket projekteve, mendoj tash dikun javën e ardhshme nëse zgaboj, tash veç ka fillu me u nxej koha. E kemi një potpuri cilë një kam bërë dikun afër 2-13 minuta, janë këngë dasmave, këngë alegrie, këngë të mira, sepse po afrohemi ka. Do me thonë për këtë verë do kemi këto? Për këtë vetë jo, këtë komplet këtë verë? Për këtë verë, po. Edhe ka mundësi që, sepse neve tek shkruesit edhe kompozitorët her pas here na dërgojnë këngë, që nështë nuk e kom një, po nështë për këti emisioni në moment që dalë ma që një këngë të mire dhe unë e përcaktona. Për momentin e realizume, përfundume, krejt vesh për me vlancu është potporia. Në regull. Arter, falënderit shumë, ishte vërtet i kënaqësi që të pata në studion e emisionit 05, turoj një sezon të mbar edhe po besoj që kemi me u taku edhe në mbrëmjet maturës, po ashtu edhe në ndonjë dasëm. Tjetër që po, jeni të mirë se ardhën, inshallah të zotë shihemi. Edhe juve puna e barë, mos fonalni ju i një të veçantë, një të mirë, ju dënë Ferizaj, Prishtina, krejt për ju dojnë, krejt për ju përmenin, kështu që edhe unë normalisht që kam pas kënaqësinë edhe nderin të jem pjesë e emisionit ju. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Në ishte emisioni 05, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë vikend. Deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.